Dorëheqja e kryeministrit britanik Keir Starmer ka sjellë pasiguri të re në tregjet financiare të Mbretërisë së Bashkuar. Paundi britanik ka pësuar rënje, ndërsa kostot e huamarrjes së qeverisë janë rritur, pasi investitorët nuk kanë ende qartësi për drejtimin ekonomik që do të marrë vendi. Starmer njoftoi se do të largohet nga drejtimi i Partisë Laboriste me një lider të ri që pritet të zgjidhet deri në shtator. Vendimi vjen në pak se 2 vite pasi laboristët fituan një shumicë të madhe në zgjedhje dhe morën drejtimin e qeverisë. Tregjet reaguan menjëherë ndaj zhvillimeve politike, pasi investitorët shqetësohen për politikat fiskale të udhëheqjes së ardhshme. Ekonomistët thonë se paqartësia do të vazhdojë derisa të zgjidhet lideri i ri dhe të bëhen të qarta planet ekonomike. Paundi ka humbur rreth 3% të vlerës së tij që nga momenti kur presioni ndaj Starmer u rrit në muajt e fundit. Gjatë ditës së hënë, moneda britanike ra rreth 0.2%, duke ju afruar niveleve më të ulta të 3 muajve të fundit. Britania përballet gjithashtu me kostot më të larta të huamarrjes mes vendeve të G7-s për shkak të borxhit të lartë publik, pagesave të interesave dhe rritjes së dobët ekonomike. Yildet e bondeve 10 vjeçare britanike janë rreth 4.85%, pranë niveleve më të larta që nga kriza financiare e vitit 2008. Kjo do të thotë se qeveria britanike duhet të paguajë më shumë për financimin e saj. Si favorit për të zëvendësuar Starmer përmendet Andy Burnham, i cili konsiderohet më i majtë në qëndrime se sa kryeministri aktual. Burnham ka deklaruar se do të respektojë rregullat e rrepta financiare të ministres së financave Rachel Reeves, por investitorët kërkojnë prova konkrete përpara se të rikthejnë besimin në tregjet britanike.